Sali Berisha gjatë një takimi me pensionistët tha se programi i Partisë Demokratike ka marrë mbështetje të gjerë nga shoqata e pensionistëve. Ai vlerësoi se vendosja e minimumit jetik prej 200 euro për pensionistët është një hap i rëndësishëm për të rritur nivelin e jetesës të mbi 520.000 individëve që marrin më pak se kjo shumë. Në takimin që pata sot me ta, faqësuesit e shoqatave të tyre shumë serioze, ata vlerësuan realisht programin e Partisë Demokratike për vendosjen e minimumit jetik 200 euro që është interesi më i madh i mbi 520.000 pensionistëve të cilët marrin që të gjithë ndën 200 euro, vlerësuan kartën e konsumatorit, edhe ajo si një lehtësim real, por bën dhe sugjerime tjera të drejta. Berisha gjithashtu premtoi se do të zgjidhë padrejtësitë ligjore që ndikojnë në llogaritjen e pensioneve, veçanërisht ato që lidhen me moshën e fillimit të punës. Dhe unë u premtoj sot pensionistëve shqiptar se të gjitha padrejtësitë ligjore në përllogaritjen e pensioneve marrin fund brenda 3 muajve të parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Qytetarët duhet ta dinë se në ligjet për pensionet ka absurditete, ka mohime kontributesh, ka mohime vitesh, ka arbitraritete. Tazam, në ligjin e kohës, punëtori në kooperativën bujësore, kooperativisti fillon të punën në moshën 14 vjeçare, kurse ndërmarrjen shtetërore në moshën 15 vjeçare. Edi Rama ka shpallë si vit fillimit punës moshën 18 vjeçare, duke u mohuar në këtë mënyrë 3 dhe 4 vite qindra mijëra pensionistëve. Në konferencën për shtyp pas aktivitetit, Berisha kritikoi ligjin aktual dhe tha se ai ka krijuar diferenca të padrejta për ata që kanë punuar që në moshë të re. Ai premtoi që në 3 muajt e parë të qeverisjes së tij do të rishikojë ligjin dhe do të korrigjojë gabimet e bëra nga qeveria aktuale.